flasim me gazetarin e RTS Sport, Eno Skarçon. Eno, përshëndetje. Përshëndetje Villam, dhe si ti e më të mejo. Gjithashtu, një ndeshje e madhe sonde në mbrëmje Egnatia luan për të shkruar historinë, kështu u shprehen edhe trajneri, por edhe futbollisti Kryeziu. Si e shikon këtë sfidë dhe sa shanse ka Egnatia për të marrë biletën për turin tjetër, i cili do t'i siguronte automatikisht kualifikimin në grupet e Conference League? Kjo është vërtet një mbrëmje e madhe, sepse është mundësia jo vetëm për të shkuar për të parë në randën 3 të Champions League, por edhe për të siguruar në grupeve të Conference League, që është po aq e rëndësishme si nga ana sportive, ashtu dhe nga ana financiare. Kemi të qartë që skuadrat tona varen shumë nga kompeticionet europiane për sa i përket forcimit të arkave, dhe kjo në këtë këndvështrim bëhet një ndeshje shumë e rëndësishme përballë çeljes për të arritur, siç thash, edhe në radhën e 3 të Champions, por edhe fazën e grupeve që më tej do të përkthehet në të ardhura dhe mundësi për të bërë mirë për kampionët e Shqipërisë, aty ku më parë ka qenë drita dhe shkëlqia sezonin e kaluar, dhe pse jo, janë arritje që jo vetëm forcojnë nga ana financiare klubet tona, por edhe japin eksperiencë ndërkombëtare, sepse për herë të parë do të ishte në një, po themi, nivel të tillë të këtij kompeticioni. Kështu që në këtë këndvështrim çelja bëhet jashtëzakonisht e rëndësishme, ashtu sikurse është edhe jashtëzakonisht e vështirë, sepse 3-3 në shtëpi tregoi që vërtet Egnatia kishte mundësi për ta marrë rezultatin, por po ashtu kishte edhe çelja mundësi për të marrë fitoren. Kështu që e parë në këtë këndvështrim duhet të sistemuar disa gjëra në aspektin defensiv për sa i përket Egnatias. Ajo që tregoi skuadra në aspektin ofensiv ishte e pëlqyeshme dhe e pranueshme, ndërsa psimi i goleve aq lehtësisht përballë slovenëve është një detaj që duhet përmirësuar dhe që ndoshta nëse vete i ka gjetur ato çelësat e mekanizmit për ta bërë funksional, mund t'ja dalë edhe të rëmbej kualifikimin në transfer. Mua çelja sigurisht më zhdukët një skuadër solide dhe po themi me eksperiencë, se jo më larg se sa edicioni kaluar, ishte një skuadër që luante grupet e Conference League dhe përballej me kampionin e Kosovës, dritën duke mundur në të dyja ndeshjet. Por në anën tjetër nuk më krijoi bindjen që është e pakalueshme për Egnatia. Egnatia jo vetëm për atë çfarë ka treguar në këto vite dhe një ngritje progresive gjatë çdo sezoni, por këtë herë ka bërë dhe një merkato shumë të rëndësishme, pa ndryshuar boshtin e skuadrës, duke mbajtur atë grup lojtarësh që e kishte treguar veten në edicionin e kaluar, duke arritur të rikonfirmojë edhe kampion. Dhe këtij grupi i përforcohet lojtarë të ardhur, njohje të vjetra të Egnatias, siç ishte rasti i Montenegros, që ndoshta mund të kthehet përsëri ai sulmuesi me cilin por gjithashtu edhe Ndreca, një element i rëndësishëm, Bitri gjithashtu që ka eksperiencë të madhe ndërkombëtare. Se kostarikanit në skuadër, por edhe duke marrë lojtarët më të mirë të skuadrave rivale, çka do ta bëjë shumë të thjeshtë detyrën e Egnatias për të rikonfirmuar kampion sezonin e ardhshëm, por në anën tjetër janë edhe lojtarë që e njohin realitetin e Egnatias, duke qenë se i ka patur kundërshtar që janë ndeshur me të më shumë se sa 4 herë, po themi, sidomos këto lojtarë që ishin skuadrave të Final Four dhe janë tashmë pjesë e Egnatias, flas për lojtarë si Lukiri, që mund t'i japi shumë dinamizëm, por edhe një përshtatje të shpejtë me ambientin Rogozhinas. Kështu që unë mendoj që Egnatia i ka të gjitha mundësitë këtë herë për të bërë atë që ne presim, për të bërë historinë dhe për të shkuar në fazën e grupeve të Conference League, sepse ne vërtet flasim për raundin e Championsit, por ndoshta edhe në Champions me shotin e dur mund të vazhdojë rutini i Egnatias nëse kualifikohet, edhe pse do të jetë patjetër mund ta synoj, po minimumi është që mund të sigurojë Europën, po duke u ndalur pak ke ndeshja e
Dua të pyes, çfarë strategjie mund zgjedh trajneri Dede, ndoshta duhet pak më tepër shpejtësi, duke parë edhe takimin e parë ku Celi kishte probleme në krahun e djathtë të mbrojtjes, duke e zvendësuar më pas në pjesën e dytë futbollistin afrikan. Mendon që ndoshta lojtarët më të shpejtë si Gruda, ndoshta Lou Kili? Shiko, ka diçka që duhet parë parasysh. Në fakt, unë nuk mendoj që duke parë atë çfarë skuadrat dhanë në ndeshjen e kaluar, mund të jetë një ide e mirë qëndrimi në prapavijë, sepse ideja më logjike do të ishte që me një 3-3 në shtëpi dhe me ndeshjen që do të luhet në transfer, blindimi prapa në kërkim të kundërsulmit perfekt, po themi, do të ishte ajo më ideale. Por duke parë problemet që pati Ignati në prapavijë dhe mënyra se si psoi golat, ndoshta do të jetë drejt që të jepet përparësi armës më të fortë që ka sot skuadra e Dedës dhe që është ofensiva. Gruda sigurisht është një lojtar që shpejtësinë e ka, armën e tij më të mirë, por mënyra se si del Ignatia përpara, ndoshta nuk është e nevojshme të jetë thjesht Gruda përpara për të shfrytzuar kundërsulmin klasik, pasimi gjatë dhe daljen e sulmuesit mundësisht në një me portierin. Mënyra se si funksionon Ignatia përpara me pasime, me vertikalizime, me qarkullim të lojës, kam përshtypjen që nuk e bën të domosdoshëm qënjen e Grudës nga minuta e parë. Pra, ai mund të jetë një lojtar që mund shfrytëzohet me kalimin e minutave, por ndoshta për mendimin tim Dede nuk do ta preferoj që nga minuta e parë, sepse aty ka lojtar albaneze, Lukili, është mungesë e madhe Bakayoko, sigurisht që është mungesë e madhe, por Adesa ka treguar që me mundësitë që ai ka dhe me aftësitë që ai ka, ta bëj rolin sa më mirë që mundet. Do të ishte interesante të shihnim nëse Montenegro do të ishte i gatshëm të luante 90 minuta, edhe pse është e vështirë sepse ende nuk është përfshirë mekanizmat e skuadrës, kanë kaluar vite që nga hera e fundit që ishte pjesë e Ignatias, kështu që besoj që Adesa është më i mundshëm për ta nisur ndeshjen si titullar dhe pastaj suporti që do të vi nga lojtarët që luajnë në treshën e asistuesve të qendërsulmuesit dhe pastaj në varësi të atyre që do të zgjedh Dede, por besoj që lojtarë si albaneze dhe Lukili do të jenë më të përzgjedhur se sa për të filluar që nga momenti i parë me Grudën, ndoshta në mbështetje të Adesës dhe për të qenë ai si çfarë kundërsulmuesi tipik me pasim të gjatë nga mesfusha për të tentuar që të gjesh në një kundërshtim me portierin. Besoj që si luan Ignatia do të jetë më e udhës që të vazhdojë dhe ta kërkoj sulmin në mënyrë graduale dhe me vertikalizimet e Fernandos, që është një nga mesfushorët më të mirë që luan në Shqipëri. Nëse flasim me përqindje, sa do t'i jep ke Ignatias për ta marrë biletën për turin tjetër? Që unë kam shumë besim të kjo Ignatia, e pata që kur filloi sezoni, dhe mënyra se si funksionon në merkato më bindi akoma dhe më shumë që mund të dalë. Dhe unë zakonisht kam qenë skeptik për skuadrat tona kur kanë shkuar me një rezultat të tillë në transfer, por të herë kam bindjen që Ignatia do të shkojë dhe do të fitojë në transfer me Çelin.